Përshëndetje të gjithëve. Sot doja të ndaja me ju përgatitjen e tharmit hap pas hapi. Është një proces që kërkon pak durim, por shpërblimi është i veçantë. Fillojmë me përgatitjen. Në një kavanoz qelçi, kjo është dita e parë, shtojmë 2 lugë të gjellës me miell dhe 4 lugë të gjellës me ujë. Uji duhet jo ujë qesme, por ujë bler. Nëse nuk e keni ujin e bler, atëherë mund ta lini 24 orë me kapakun hapur ujin e qesmës. Është e rëndësishme kjo. Me thënë të drejtën, unë tharmin e kam provuar dhe herë të tjera dhe kam të shtuar. Mbase ka ndikuar edhe temperatura e ambientit. Mendoj se pranvera është koha më e mirë për përgatitjen e tharmit. Shikojeni ditën e dytë. Tharmi ka filluar të lëshoj ato bulcat e tharmit. Shtojmë ditën e dytë sërish 2 lugë me miell dhe 2 lugë me ujë. Ditën e parë shtuam 4, ditën e dytë shtojmë vetëm 2 lugë me ujë. I përziej mirë që brumi të lidhet. E kemi gati. E vendosim sërish në një kënd të kuzhinës, duke mos e mbyllur kapakun sigurisht. Duke lënë kapakun në gjendje të lirë. Dita e tretë, shikoni bulcat janë rritur edhe më shumë. Vazhdojmë ta ushqejmë brumin duke i shtuar sërish miell dhe ujë. Ndihet ajo era e tharmit. Shtojmë 2 lugë të gjellës me miell. Shtojmë vetëm 1 lugë ujë. Duke parë konsistencën dhe nëse e shikoni të nevojshme, mund t'i shtoni sërish ujë. E përziej mirë. Kërkon vetëm durim, por është i arritshëm. Dita e 4. Bulzat e tharmit janë shtuar. Do vazhdojmë të njëjtën proces, duke i shtuar miell, duke i shtuar ujë. Kjo zgjat diku te 12 deri në 14 ditë. Nëse shikoni që ju është për shumë brum në kavanoz, atëherë merreni një pjesë të këtij brumi dhe përgatisni pite, duke i shtuar pak miell, bëhen pitet dhe nuk thithin as pak vaj. Kam dëgjuar në shumë video që e flakin e bëjnë, por jo, pse duhet ta flakësh? Ai ka marrë atë procesin e fermentimit dhe përgatiten gati me brumi. I vendosim kapakun, sërish të lëm të pushojnë. Këtu jemi në ditën e 10. Shikoni sa shumë bulza ka krijuar tharmi jon. Unë mendoj se është gati për të përgatitur bukë. Shtojmë në një tas të madh, shtojmë tharmin. Do i shtojmë vetëm ujë, krip dhe miell, por videon e bukës do e sjell në një moment të dytë. Do ju tregoj vetëm procesin final të bukës. Shikojeni si duket buka e parë. Sigurisht unë nuk e solla të gjithë videon, pasi ka hapa të rëndësishëm përgatitja e bukës. Kjo ishte buka e parë, natyrisht që ditët në vazhdim, tharmi do marrin më fuqi dhe bukën do e bëj me pore edhe më të mëdha. Të dashur miq, kjo ishte edhe receta ime sot për ju. Ju falenderoj që më ndiqni.